Edi Rama refuzon të përgjigjet për shqetësimin publik për instalimin gjatë 12 muajve të fundit të fabrikës më të madhe të kokainës në Ballkan, mu në zemër të Shqipërisë, dhe ngritjen e një rrjeti të tillë kriminal pa i hyrë gjem në këmbë autorëve dhe trafikantëve. Sa më shumë kalon koha pa bërë transparencë për lidhjet që kanë trafikantët me qeveritarët, aq më shumë damkoset Edi Rama për dijenin dhe lejimin e këtij aktiviteti kriminal që do të kishte vazhduar njësoj si ditën e parë nëse nuk do të kishin ndërhyrë autoritetet policore të vendeve partnere. Si ka mundësi që ushtronte prej një viti aktivitetin një fabrike tillë gjigande në mes të Ballkanit, në mes të Shqipërisë, dhe autoritetet shqiptare kishin mbyllur sytë dhe veshët? A janë antarë të kësaj bande kriminale, financues të fushatës së Partisë Socialiste? A janë krerët e kësaj bande të lidhur me deputet e zyrtar të lartë të partisë në pushtet?